Një lajm i trisht ka tronditur qytetin e Mitrovicës dhe mbar Kosovën këtë fundjavë. Dy të rinj nga Mitrovica, Fidan Peçi, 27 vjeç, dhe Ardian Avdyli, 21 vjeç, kanë humbur jetën tragjikisht pas një aksidenti të rënd rrugor që ndodhi në Itali të premten më 27 shkurt. Ngjarja e rënd ka shkaktuar dhimbje të madhe te familjarët, miqt dhe bashkëqytetarët e tyre, të cilët i kanë kujtuar të rinjt si djem punëtor që kishin marrë rrugët e mërgimit për një të ardhme më të mirë. Lidhur me këtë tragjedi, ka reaguar me një mesazh prekës edhe kryetari i komunës së Mitrovicës, Faton Peçi, i cili u ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjeve Peçi dhe Avdyli. Me pikëllim të thellë, mora lajmin për humbjen tragjike të dy të rinjve Mitrovicas, Fidan Peçi dhe Ardian Avdyli. Në emrin tim personal dhe në emër të komunës së Mitrovicës, ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjeve, miqve dhe të gjithë atyre që i njohën, ka shkruar ai në rrjetet sociale. Kryetari Peçi ka theksuar se humbja e jetëve kaq të reja është një goditje e rëndë jo vetëm për familjet, por për mbar qytetin. Në këto momente të rënda, jemi pranë jush me mendje dhe zemër, duke ndarë dhimbjen dhe lutjet tona për shpirtin e tyre, përfundon mesazhi i tij. Dhimbje në Mitrovicë dhe Kosovë. Lajmi për vdekjen e Fidanit dhe Ardianit është shpërndar me shpejtësi, duke ngjallur reagime të shumta solidariteti. Mitrovica sot është në zi për dy bijtë e saj, të cilëve ëndrat ju pren në mes në një rrugë të largët në Itali. Ende nuk janë bërë të dita detajet e plota të aksidentit apo procedurat për riaddhesimin e trupave të pajet, ndërsa pritet që familjarët të njoftojnë për ceremoninë e varrimit.